الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemëta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman, pra të nënshtruar ndaj Allahut fuqiplot. Besimtarët e Allahut, historia islame një adhurues të mrekullueshëm të Zotit, që nga gjeneratat e arta të para e deri më sot, për asnjëherë do të ketë prej adhuruesve të denjit të Allahut fuqiplot, për atyre që veprimtarinë e tyre e stolisin me ibadete, me adhurime, për atyre që mundohen ta ndërtojnë personalitetin e tyre dhe karakterin e tyre me vlera të larta fetare, morale. Dhe një ndër figurat më të shquara në historinë islame, ndonë se të pa dëgjuara për ju, është edhe emri i zahidit të njohur, adhuruesit të mirë njohur në historinë islame, që quhet Imam el-Karhi. Ky person, normalisht para pendimit nuk ka qenë i njohur për adhurimin e tij, për devocionin e tij e kështu me radhë. Dhe kur e pyesin një ditë për ditësh e i thonë: si ndodhi që ti e rregullove kaq mirë raportin tënd me Allahun fuqiplot? Pra çfarë bëre? Tha, isha duke e dëgjuar një ditë prej ditësh ligjëratën e imamit Ibn Sammak. Kështu siç po dëgjoni edhe ju sot në këtë ditë xumaje, këtë hutbe. Tha, dhe ndër tjerash në fund të hutbes tha: O besimtar, kush ja kthen shpinën Allahut, Allahu ja kthen shpinën atij. Kush i afrohet Allahut me tërë qenin e tij, Allahu i afrohet atij me mëshirën dhe me mirësinë e tij. E kush i drejtohet Allahut ndonjëherë, pra her pas here, edhe Allahu merret me të her pas here. Tha, kjo fjalë preku në zemrën time, sepse unë e gjeta veten tek kategoria e atyre që i kthejnë Allahut vetëm her pas here. Jo tek ata që i dorëzohen Allahut me tërë qenin e tyre. Prandaj thotë edhe, nuk kam gëzuar shumë nga mëshira dhe mirësia e Allahut, sepse nuk kam qenë i dorëzuar me tërë qenien time tek ai. Unë dua që kjo fjali e këtij zahidit madh, këtij adhuruesi të njohur të Allahut subhanahu wa taala, që të shërbejë si mesazh kryesor i hutbes së sotit. Pra, besimtarët e Allahut janë tre kategori. Ose ata që krejtësisht ja kthejnë Allahut shpinën, pra thjesht e besojnë Allahun për krijues, por nuk dëshirojnë të adhurojnë Allahun përmes urdhrave të tij. Pra, dëshirojnë që mes tyre dhe me Zotin të kenë një raport sipas çefit personal, sipas dëshirës personale, jo sipas urdhrit të Zotit. Dhe para mendoje se sa absurde është kjo, sepse të jetosh në tokën e Zotit, të përfitosh nga mirësitë e Zotit, të stolisesh me imanin që Zoti ta ka dhënë, edhe në fund thuash që unë e besoj Zotin, por sipas mendimit tim, sipas dëshirës time, jo sipas asaj që thot feja, jo sipas asaj që na mësojnë dietarët dhe hoxhallarët, jo sipas asaj që thot Kurani dhe Suneti, por thjesht sipas asaj që unë e perceptoj, unë e ndjej. Por kush je ti? Kush je ti ta vësh në mëdyshje shpallin e atij që dha jetë, shpallin e atij që dha vendbanim që quhet tokë, shpallin e atij që tokën ta bëri shtroj e qiellin mbuloi, shpallin e atij që ta ruan pulsin e zemrës, shpallin e atij që ta ruan qarkullimin e gjakut, shpallin e atij që të begatojë me familje, shpallin e atij që të pasurojë me mirësi të shumta, nën toksore e mbi toksore.
nën qiellore mbi qiellore. Kush jemi ne? Kush jemi ne ta vëmë në dyshe shpallën e Allahut? Nuk ka as pak logjik kjo. A ka mundësi të mendohet dhe të besohet që prindi i dikujt mund ta lind fëmin edhe mund ta përplas rrugëve, pa arrit, pa arsimu, spaku pa e prun gjendje për me pas vetdije, me pas atë moshën madhore që me i tregu ka me shku, që hiç s'po të marrin në shtëpi. Momenti që i ke bë 12 vjet, 13 vjet, edhe tash më ke vetdije për me kuptuar të ballën pe xezës. Kish me pas arsye edhe me çit pishpisë edhe pse nuk është as pak e pranueshme. A mendoni që Allah vepron me robën e tij kësaj, e sjell në dynja, e përplas këtë botë pa njohur edhe nuk e mëson, nuk e orienton, ka me shku? Është absurde. Kjo është padrejtia më e madhe që mund t'i bëhet robit. E Allahu nuk bën padrejti. Allahu e përmbush drejtsinë e tij absolute ndaj nesh. Prandaj Allahu nuk ka dashur që njeriu thjesht të jetojë jetën dhe të mos orientohet, të mos mësohet, të mos dirigjohet nga urdhrat e Allahut, sepse është i mangat, është i kufizuar, edhe në aftësi, edhe në mundësi. Sado që njeriu është krijesa më inteligjente që ekziston në sipërfaqen e tokës, megjithatë është i kufizuar. Ashtu si shqisat tona janë të kufizuara, dëgjimi, shikimi, prekja, nuhatja, edhe mendja jonë është e kufizuar. Edhe logjika jonë është e kufizuar. Pra ne mund të kuptojmë, mund të perceptojmë brenda kufive të logjikës sonë njerëzore, jo përtej asaj. Prandaj Allahu, duke qenë se ai na njeh shumë mirë neve, nuk ka dashur që të na lejojë neve të jetojmë sipas kufive tanë, sepse ne gabojmë, sepse ne jemi të dobët, sepse ne dështojmë nëse pavarësohemi nga Zoti. Pastaj është krejtësisht e padrejtë sikur të jetojmë pavarësuar nga Zoti. Të jetosh në tokën e Zotit, përfitosh nga mirësitë e Zotit dhe të mendosh që i pavarur nga Zoti, është padrejtësi e madhe. Një gjë e tillë s'mund të ndodhë zatën. S'ka mundësi me jetu njeriu i pavarur, edhe nëse thotë jam ateisti më i madh. Prapë është i varur prej Zotit. Por ja që dikush po thotë, a ka mundësi realisht më shkput nga Zoti? S'ka mundësi më shkput nga Zoti. Prandaj thot Allah në Kur'an: "Wa man a'rada an dhikri", kush ja kthen shpinën për kujtimin tim, pra fesë Allahut në përgjithësi, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ai do të jetojë jetë ngushtë, jetë zymt. Shikoni se si jetojnë ata që janë larg Allahut. Mund të kenë pasuri, mund të kenë famë, mund të kenë pushtet, mund të kenë autoritet, por fundi i tyre është merr. Ja përfundojnë me depresione të thella, ja përfundojnë me vetvrasje, ja përfundojnë me vllavrasje, ja përfundojnë me probleme që s'din më ju dhon zgjidhje, edhe pse ndoshta janë problemet më banale që ekzistojnë, më elementare që ekzistojnë, por ata bin depresion. Lum pak atje bursa, i ka 7 milion në konto, i hup 1 milion, shkon bën vetvrasje, harron që edhe 6 tjera i ka në konto. E mos flasim për rastet që i dëgjojmë, i kanë ngordh macja, shkon e bën vetvrasje, pse kam qenë emocionalisht e lidhur me macën time. Edhe ta çka më bë, kanë ngordh macja, më shkon me bë vetvrasje. Shikoni çfarë jetë pa bazë kanë këta njerëz. Allahu po thotë, nëse i largoni Allahut, ja ktheni shpinën Allahut, në rregull, Allahu ja kthen shpinën juve. Pra metaforikisht. Dhe për këtë arsye jeton një jetë zymt, jeton një jetë ngushtë. S'përdoni Allahun, nesullah, fenesihum, e harrojnë Allahun, Allahu i harron ata. Shumë e thjeshtë është kjo punë. Kategoria e dytë është kategoria e besimtarëve që tërë qenien e tyre ja dorëzojnë Allahut. E kuptojnë që jetën e kanë për Allahut. E kuptojnë që duhet me realizuar qëllimin e ardhes në jetën e kësaj bote është adhurimi i Allahut. E kuptojnë që kanë përgjegjësi dhe rol, madje edhe mision në jetën e kësaj bote, që është mëkëmësia që Allahu i ka ngarkuar me te. Pra me qenë përfaqësues të vlerave të përcaktuara nga ana e Allahut përmes librit të tij, që është Kurani, dhe përmes traditës praktike të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra besimtari e sheh veten si njeriu më i nderuar mbi sipërfaqen e tokës, sepse është përfaqësues i vlerave hyjnore në tokë, përfaqësues i imanit, i besimit, përfaqësues i vlerave më të larta morale, përfaqësues i mbarvajtjes jetësore, përfaqësues i garancës së paqes botërore. Pra është njeri i zgjedhur i Allahut. Prandaj tërë qenien e tij adhuron Allahut. Dhe me kënaqësinë më të madhe i pranon dhe urdhrat e Allahut, sepse e di që nga Allahu nuk vije kurrë diçka e keqe. E di që adhurimet me të cilat Zoti i ka ngarkuar është për të mirën e tij. Janë adhurime që e ngritin atë, e përndritin atë, e fuqizojnë, i japin fuqi shpirtërore. Prandaj besimtari i Allahut përballë sprova më të mëdha, më të rënda, ai është i qetë shpirtërisht. Prandaj besimtari i Allahut e kupton që namazi nuk është rendesë,
Namazi është çlirim, sepse namazi është komunikim me Allahun. Prandaj besimtari i Allahut që është i pasur me kënaqësinë më të madhe i jep zakatin, sepse e din që Allahu e ka nderuar, e ka përzgjedhur të jetë pe të pasurve të shoqërisë, përmes cilit Allahu e lehtëson gjendjen sociale dhe ekonomike në vend, pra bëhet dorë zgjatur e pasurimit të tjerëve, që ta gëzojnë edhe të tjerët mirësinë e pasjes, dhe të mos jetojnë mos pasje. Me kënaqësinë më të madhe shkon i pasur për muslimanëve dhe e kryen haxhin, sepse e din që është shumë afër me Allahun kur shkon tek shtëpia ku adhurohet Allahu, tek qendra e botës, edhe gjeografikisht, edhe shpirtërisht, dhe i lutet Allahut për gabimet e veta, ose i lutet Allahut për mja pranu veprat e mira. Pra, ndërton një raport fisnik mes tij dhe mes Allahut fuqiplot. Prandaj këtë besimtar Allahu e kaplon me mëshirën e tij dhe me mirësinë e tij të veçantë. Allahu të gjithë mëshiron. Çdo krijesë mëshiron, edhe ato që se beson Allahu e mëshiron. Prandaj nuk ja merr shpirtin në gjendjen që është. I e pa fat, e mëshiron Allahu. Por besimtarët e tij të sinqertë i mëshiron me mëshirë të veçantë. I mëshiron me mëshirë speciale. Dhe këtë në fund janë ata që herë shkojnë tek Allahu, herë largohen prej Allahut. Taratan wa tara. Pa, kur janë në zor, shkojnë tek Allahu. Kur janë në qefe, harrojnë Allahu. Kur janë në mirëqenie, nuk ju kujtohet Allahu. A kur janë në vështirësi, me njëherë ju kujtohet Allahu. Dhe kjo kategori normalisht që është besimtare, por është besimtare mëkatare. Andaj është e udhës besimtarët Allahut që ta hulumtojmë secili veten tonë se në cilën kategori jemi. Fatmirësisht, derisa jemi këtu në xhami, nuk jemi për atyre që ja kthejnë Allahut shpinën krejtësisht, siç ndodh me shumë tjerë. Por një prej dy kategorive jemi, ose prej atyre që tërë qenin e tyre ja kanë ndërzuar Allahut, sepse e din shumë mirë që kthimin e kanë tek Allahu dhe shpëtimin e presin vetëm prej tij, ose jemi prej kategorisë atyre që kujtojmë Allahun vetëm kur jemi në zor, vetëm kur jemi në vështirësi, e kur jemi në mirësi, kur jemi në kamje, kur jemi në pasuri, kur jemi në shëndet, ai kujtojmë Allahun. Ai mirë njohës. Ai jemi prej atyre që mundohemi vazhdimisht me afru Allahut, sepse e dim që çdo të mirë kemi prej tij. Andaj respekti minimal që mund të shfaqim në raport me të është që jemi prej besimtarëve që jemi mirënjohës dhe falendrues ndaj Allahut në çdo gjendje, edhe në mirëqenie, edhe kur nuk jemi mirë, edhe kur kemi, edhe kur s'kemi, edhe kur jemi të shëndetshëm, edhe kur jemi të smur, edhe kur jemi në paqe, edhe kur jemi në luftë, edhe kur jemi në çfarëdo situate që të jemi. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.